Mungesa e vetë parkimeve për makina në komunën e Tetovës ka bërë që në këto ditë të nxehta të hapen edhe oboret e shkollave të mesme e fillore. Pamjet që po i ndiqni janë bërë diku rreth orës 15 të ditës së sotme. Po para do të rregullon çështje të tjera, jo ndërtohen ndërtesat rreth rrugës, atëherë të ketë më rregull. Amon çashtoi kimi qimatin, çashta të bëjmë ne vet. Jo. Jo, pse? Po pse, ne nuk duam parkime, ne duam të kalojmë tërmos ka rrugë për të kaluar. Çfarë të më thënë? Pala më shumë që nuk ka parking kjo e shkollës. Duhet parking për kërë, jo të fëmijëve të vazhdon. Për herë gjigji parking. Po për momentin këtu po. Për ndryshe jo. A i duhet ma shumë parking ose mjafton? Jo, duhet ma shumë ose ndërtohet diçka me bo. Ka nevojë më tepër për qytetin e Tetovës. Se kjo nuk mjafton për qytetarët. Ndërkaq në vazhdim ju sjellin pamje që besoni apo jo kanë marrë mbi 6 milion klikime në YouTube. Një ciklist në pistën e caktuar për biçikleta është nxehur nga gjesti një shoferi të papërgjegjshëm, i cili kishte lënë makinën pikërisht në pistën për biçikleta. Duhet zgjuarsi, natyrisht edhe fuqi, do të thonit. Ta ndjekim. Caramba, velho. Aê! Aê! Foi pra aprender a não parar em ciclovia, mano. Aê! Certinho! Nossa, não vai ficar parando assim, não. Aê! Tirou o carro! Caraca! Que isso, bicho! Olha o tamanho dele, meu.